Humbje shkatruese në luftën në Ukrainë. Një raport i ri nga CSIS zbulon shifra të rënditse për luftën në Rusi-Ukrainë, të cilat ekspertët i quajnë më të rëndat që nga lufta e dytë botërore. Ukraina ka pësuar nga 500 deri në 600.000 humbje totale, përfshirë të vrarë, të plagosur dhe të zhdukur. Nga këta, 100 deri në 140.000 besohet se kanë humbur jetën në fushë betejë. Rusia, sipas raportit, ka humbje edhe më dramatike, deri në 1.2 milion njerëz të prekur, rreth 325.000 të vrarë. Analistët thonë se këto shifra përputhen me hetimet e gazetarëve dhe të grupeve të pavarura që përdorin të dhëna të hapura. Megjithse, numri real i të plagosurve mbetet i paqartë. Shumë ushtarak kthehen sërish në front, ndërsa një pjesë e madhe e të dhënave mbahen të fshehta. CSIS thekson se që nga lufta e dytë botërore, asnjë fuqi e madhe botërore nuk ka pësuar humbje kaq të mëdha në një konflikt të vetëm. Lufta vazhdon.